Edhe pse kanë kaluar vetëm pak orë nga hapja e televotimit, tensioni dhe kurioziteti për largimin e radhës në Big Brother VIP është rritur ndjeshëm. Publiku po ndjek me vëmendje zhvillimet dhe po shpreh mendimin e tij në mënyrë aktive. Kurioziteti se kush do të largohet të martën mes Inës, Selinës, Mirit, Gimbos dhe Rogertit është tepër i lartë. Sondazhe të shumta janë hapur duke pyetur publikun se kë dëshiron të largojë. Dhe nga rezultatet paraprake rezulton se përqindjen më të lartë për të larguar e ka Ina me 36%. Pastaj renditet Miri me 25% të votave për të larguar, ndërsa Rogerti vjen i treti me 18%. Më pas renditet Selin me 12% dhe në fundje Gimbo me vetëm 9% të votave për të larguar. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment dhe gjithçka mund të ndodhë. Kujtojmë se këta banorë përfunduan në televotim pas humbjes së sfidës nga vllai i madh. Po ju, kush mendoni se do të largohet?